9 gjëra që nuk e prishin agjërimin. Ngrënia dhe pirja nga haresa. Përdorimi i mizvakut dhe larja e dhëmbëve me furç. Shpërlarja e gojës dhe hundës për abdes, si dhe larja e trupit. Hixhameja dhe dhënia e gjakut për analiza. Ejakulimi në gjumë. Agjërimi nuk prishet edhe nëse agjëruesi provon shijen e gjellës, pa e gëlltitur atë, apo i merr erë parfumit. Agjërimi nuk prishet nëse përdor ilaçe me pika në vesh apo sy, edhe nëse e ndjen shijen e ilaçit në fyt, si dhe nuk prishet nga vendosja e ilaçit mbi plagë. Agjërimi nuk prishet nëse përdor ilaçe nga anusi apo organi gjenital, qoftë jo për temperaturë apo për arsye tjetër. Përdorimi i makijazhit dhe lyerja e syve nuk e prishin agjërimin. Agjëruesit i lejohet të bëjë çdo gjë që i lehtëson agjërimin, si për shembull qëndrimi në hije, larja e trupit apo e disa pjesëve të tij me ujë të ftohtë, shpërlarja e gojës e tjerë.